Një udhëtim përmes historisë së filmit në Shqipëri, një botim me elemente thelbësor për kinematografinë shqiptare, i titulluar Enciklopedia e filmit shqiptar nga autoria Irini Asqeri, është prezantuar në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër. Ky libër përmbledh një histori të gjerë të kinemas shqiptare që nga viti 1904 e deri në vitin 2022, duke u bërë një burim i vyer për studiuesit dhe pasionantët e filmit. Autoria bëri të ditur se studimet do të vijojnë për të sjellë një enciklopedi të dytë, duke thelluar më tej lumtimin mbi artin e shtat në Shqipëri. Sipas autores Irini Asqeri, bashkëshortja e aktorit të njohur Bujar Asqeri, realizimi i këtij botimi ka qenë fryti i një pune kërkimore të gjatë dhe të përkushtuar që nga hapat e parë të kinematografisë shqiptare deri në ditët e sotme. Kam trajtuar filma kronikal, dokumentar, artistik të animuar, filma televiziv, dokumentar dhe artistik, filma me iniciativë private, filma të studentëve të Akademisë Marubi dhe të Universitetit të Arteve, Fakulteti i Artit Skenik. Gjithashtu kam trajtuar festivalet e filmit shqiptar, skenart e paralizuar dhe filmat e censuruar. Për këtë, ai është një libër shterus, gati shterus. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë akoma studime tjera më brapa. Mund të ketë studime duke u bazuar pikërisht këtu dhe unë këtë e kam renditur, do me thënë e kam plotësuar me referenca të shumta në mënyrë që studiuesit të gjejnë me lehtësi të dhënat që unë kam gjetur dhe kam punuar me vite të tëra gati 10 vjet. Enciklopedia është vlerësuar gjithashtu edhe nga prefekti i Gjirokastërës Odise Kote, i cili theksoi rëndësinë e këtij botimi për trashëgiminë kulturore dhe artistike të vendit. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme në kulturën shqiptare, pasi shënon aktin e parë që ne kemi një monument të kulturës tonë kombëtare në zhanrin e kinematografisë. Një kom pa kujtesë kombëtare është i destinuar të vdesë. Sigurisht që kjo është një punë voluminoze, ka mbi 10 vjet që autoria Irini Asqeri ka punuar mbi këtë vepër, dhe ky është një shembull unik se si njerëzit që duan artin, njerëzit që duan kulturën, profesionistët e vërtet i shërbejnë atë. Ky botim enciklopedik me një volum prej 1200 faqesh përbën një dokumentim të thelluar dhe domethënës për filmin shqiptar, një dëshmi e përpjekjeve shumë vjeçare për të ndriçuar një pjesë të rëndësishme të historisë sonë artistike.